Qëndrueshmëria e marrëdhënies mes Eglitakos dhe Gjestit ka qenë shumë e diskutueshme jo vetëm nga publiku, por edhe nga vetë ata të dy. Si fillim Gjesti shprehej se kishte vetëm 1% për të, ndërsa Egli thoshte se kishte ndjenja. Por me rikthimin e saj brenda shtëpisë së Big Brother në VIP 4, Gjesti dukej tepër i interesuar. Ai e pranoi më në fund se kishte ndjenja për Eglin, por gjithsesi marrëdhënia e tyre ishte vazhdimisht me ulje dhe ngritje. Asgjë nuk ka qenë e qartë, madje deri ditën e fundit, kur Gjesti rrëmbeu fitoren e këtij edicioni të Big Brother. Egli tha se ajo ishte e gatshme për të vazhduar romancën jashtë shtëpisë, por Gjesti ishte jo shumë i sigurt për përputhshmërinë mes tyre. Nuk kam minimalisht dëshirë për të bërë asnjë përpjekje. Më dhem shumë, por jeta vazhdon. Nëse ai do të vazhdoj jetën e tij dhe unë do vijoj timen, tha Egli në natën finale. Ndërkohë që Gjesti pasi doli nga shtëpia në një intervistë për Top Channel u shpreh se doli nga shtëpia i dashuruar. Mbrëmjen e djeshme Egli ka publikuar një video në Instagram, ku ata shihen të dy. Dje, sot, nesër, shkruan Egli krahas videos, ku shfaqen të përqafuar me njëri tjetrin.